Kthehemi në studio. Valbona, çfarë ndodhi kështu mrekullia që në orë të ershme të mëngjesit Valbona sapo e fitoi një zemër, një zemër roz. Një zemër roz. Shumë interesante, e modifikuar, e bukur duket kështu. Sot është dita ime, unë të thash nga mëngjesi, sot është dita ime. Reflektuan ata ndriçimi i diellit miqdashur dhe po ju themi gjithë atyre të cilët ata janë zgjuar tashmë, jeni me emisionin mëngjesit 9:11 dhe të mos harrojmë, ne sot i bëre një surprizë edhe Valbonës, miqdashur. Shumë surprizë e bukur. Nuk e dinte se çfarë do të kemi, me që e përmendëm neve se do të jetë dita ndërkombëtare e animacionit. Ne sot në studio kemi kemi ftuar ca animator të cilët kanë ardhur nga Turqia dhe të cilët i kemi zakonisht nëpër qytetin tonë këtu konkretisht në Shkup, por edhe vizitojnë edhe qytete tjera nëpër Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku bëjnë fotografi, janë animator, po vishen me veshje të çuditshme, të interesante. Tradicionale, një mix. Sot janë veshur si The Warriors, ashtu duket se The Warriors of Skopje, apo do t'ju themi The Warriors of si Gjingis Khani, apo si Osmanlin të dikurshëm, por gjithsesi do ta diskutojmë me të ftuarin ton, Mr. Hussein Fevzi Marangos. Good morning, Mr. Fevzi, and welcome in our morning show. Çok sağ olun. Welcome. Çok güzel. Yes, thank you. Lezzet. You look Teşekkür ederiz. very interesting. Thank you, Çok welcome. interesant. Çok Can you interesant. tell us a bit where are you from? What is your performance, your art performance? Ose ta What do you pyesim, do? who is behind the mask? Yes, Yeah. who is the behind the mask? I'm Mr. Hussein from Turkey. I've been traveled already around Turkey, and after I was thinking why I'm not traveling around the world, helping with kids with association or cancer or physical effects problems, I will make them fun and make them mood better stay. And when I'm traveling the countries, I don't only making cosplay, I do also balloon shows, and I'm making also paintings for the kids in hospitals especially. I've been already many hospitals in around the world, not only in Turkey, in Europe, in Balkans, and in Africa and somewhere. Oh. So I will translate for our viewers. A little bit, yes. Po thotë që jam animator, po vishem me kostume, po vizitoj qytete të ndryshme, po vizitoj edhe nëpër spitale fëmijët, po i ngjyros nëpër fytyra. Jam animator, po bëj edhe me ballona. Një shoqat për fëmijët e sëmurë, të cilët i bën që të qeshin dhe që ti vendos në një disponim pak më të mirë.